pse lodheni koto të mirë? Ju keni në krye të fluksit tuaj politik deputetin Sali Berisha, një individ që nuk ka tashmë lidhje me Shqipërinë. E keni vrarë mendjen dhe e keni kuptuar se përse Sali Berisha është nën grata për të hyrë në SBA dhe në Britani? Akuzën e ka për korrupsion dhe këtë e ka nga departamenti i jashtëm i SBA-ve. Por e di mirë në shqiptarët se të dyja shtetet shqiptare, Shqipëria dhe Kosova, janë nën kërcënimin Rusi-Serbi. Dhe gjithashtu, si mund të konkurojë në politik në Shqipëri një person që është i papranueshëm për të hyrë në SBA dhe në Britani? Është naivitet dhe pakuptueshmëri politike e PD-s, sepse Shqipëria nuk ka forcë dhe perspektivë historike nëse nuk është pjesë e NATO-s dhe BE-s. Atëherë duhet theksuar që gjithçka varet nga raporti shumë miqësor midis Shqipërisë dhe SBA-ve. Kur sekretari i PD-s është i padëshirueshëm për Washingtonin dhe Londrën, por duhet theksojmë se asgjë nuk mund t'i bëjë dot Berisha Shqipërisë, sepse ai është nën grata në perëndim. Por sigurisht që duke qenë në krye të Partisë Demokratike, edhe kjo parti ipso iure është e papranueshme nga Washingtoni. Prandaj duhet gjetur një zgjidhje, sepse kjo gjendje e ka lënë Shqipërinë vetëm me një parti, Partinë Socialiste, dhe opinioni publik në Shqipëri është shumë i shqetësuar, sepse demokracia në Shqipëri ka mbetur vetëm me një parti të majtë dhe me një të djathtë politike pa forcë politike. Ja, kjo është gjendja. Kurse Berisha asgjë çan kokën fare dhe flet prralla çdo ditë, në një kohë që asgjë nuk mund të bëj dot më në politikë, dhe këtë gjë e tregoi qartë rezultati mjaft i ulët që PD mori në zgjedhjet e 11 majit. Koha ecën dhe Shqipëria po e forcon lidhjen me Washingtonin dhe Brukselin. Po Partia Demokratike asgjë nuk ka në vijë dhe për ato që shprehon më lart kuptohet se vetë ajo parti nuk bën dot gjë në lidhje me perspektivën e saj politike, sepse kryetari i saj është nën grata në SBA dhe në Britaninë e Madhe. Por ndërkohë, opinioni publik shqiptar po pret të dëgjojë se çfarë do të ndodhë dhe si do të vijojë gjyqi me akuzë penale për korrupsion që Sali Berisha ka në këtë kohë në SPAK. Të gjitha këto e kanë sjell opinionin publik shqiptar në një situatë të turbullt, edhe që ndodhet në pritje me pyetjen çfarë do të ndodhë në politikën shqiptare në muajin maj dhe qershor të këtij viti.